Përshëndetje të nderuar shikuesja, ku po ritakohemi sërish së bashku dhe me një temë tjetër si gjithmonë. Në fakt një gjë për që qytetarët e kanë gjithmonë breng, në fakt ka ankohen sa herë që u jepet mundësia për shkak të situatës reale në cilën jemi me qenë tendacak, është edhe momenti i kafshimit të tyre, situata me tubat e qenve ose me tufat e qenve, dhe fundit ishte edhe lajmet të cilat i nxori edhe televizioni Alsat sa i përket konkretisht edhe Kumanovës dhe rasteve të shumta sa i përket kafshimit, mirë po Kumanova nuk është vendi vetëm ku qytetarët e kanë këtë hall. Në fakt ne përballemi në periudha të ndryshme të vitit në qytete të ndryshme na paraqitet i njëjti hall. Kështu që për të folur në këtë drejtim, mirë po edhe për ta zgjeruar diskutimin në fakt edhe në aspektin e të drejtave të qenve dhe asaj se si ne i trajtojmë brenda shtetit ton, por jo vetëm. Së bashku me mua në studio është Rinisa Rexhepi nga Amos Shelter. Mirë se na erdhe, Rinisa. Mirë se u gjeta. Amos Shkup është tash, Shelter, e kemi ndruar se jemi zgjeru pak më shumë. Okej, ndjes kërkoj për këtë moment, por gjithsesi do flasim për punën që Amos e bën tash më shumë vite, ne kemi diskutuar disa herë për një punë të madhe e cila bëhet, por ta fillojmë me këtë. Në këndvështrimin tënd si është situata me qenë tendacak për momentin? Realisht është e tmerrshme, shumë e tmerrshme, e di se ka shumë tufa në për çdo qytet, në çdo vend banim, posaçërisht ka edhe shumë kafshime, lexoj. E di se ka edhe shumë njerëz të cilët janë të revoltuar, edhe të friguar. Edhe unë ndjehem po ashtu në disa momente e friguar se ka tufa shumë të mëdha. Pra, frika është me vend. Me vend është frika, po reagimi ndoshta kisha thënë nuk është me vend. Shumë qytetarë mundohen në durët e tyre të marrin zgjidhje të gjejnë, si për shembull t'i helmojnë, t'i vrasin në mënyra të ndryshme, të cilat për fat të keq nuk bën ndonjë dallim në popullatën e tyre. Mendoj se pak edukimi na mungon, edhe mendoj se qytetarët revoltin e tregojnë në mënyrë të gabuar. Po, ne përballemi me tufa të mëdha të qenve ndacak edhe shtrohet pyetja se nga po na vinë. Na vinë jashtë Maqedonisë këto apo na krijohen këtu brenda nesh? E di se është një momenti konspirativ prej që e kam pa në për rrjetet sociale që zgjerohet se prej jashtë na vinë qenë, po nuk janë prej jashtë. Tonët, shtetas tonë janë. Tonët janë definitivisht të tonët. Ndoshta prej qyteteve ndryshme përzihen, po janë definitivisht tonët. Edhe prej nga vinë, mund të them, një prej shkaqeve pse mblidhen në tufa aty ku mblidhen është për shkak mbeturinave të cilat nuk i kemi të mbyllura. Mbeturina të cilat i hudhim çdo kund, ne si qytetar, të cilat nuk kemi kujdes se ku hudhim ushqim, dhe po ashtu për fat të keq kontribuojnë edhe qytetarët të cilët dëshirojnë të bëjnë mirë me atë që marrin ushqim dhe e lejnë për macat apo qent jashtë, për shkak se qent dhe macat migrojnë dhe rrinë aty ku gjendet ushqimi më së lehti. Dhe pastaj aty shumohen edhe ashtu formohen tufa të mëdha. Kështu që jemi edhe ne vetë fajtor. Definitivisht këtu njeriu është më shumë ti fajtor, mund të them. Po përmende këtë migrimin në vendet ku është ushqimi më i lehtë. Kjo vjen atëherë edhe po e lidhim shkak pasojën në momentin kur ne kishim një periudhë që mbeturinat nuk mblidheshin edhe u bën grumbuj të mëdha. Më duket se ende kemi ashtu periudha në për disa vende. Po, sa më të mëdha mbeturinat, aq më shumë shansa të vinë kafshë të ndryshme, nuk janë vetëm qent aty ose macat. Po ashtu ka edhe mi, ka edhe mënyra të ndryshme se si mundën smundje të zgjerohen, po nuk do të hyj më thellë aty. Mendoj se njëherë duhet të fokusohemi të rrisim një mendim më të pastër se si duhet të mirëmbahet mas pari qyteti, vendbanimet si duhet të mirëmbahen, edhe që ndoshta mirë është edhe prej komunave të investojnë pak në mbeturinat e mbledhjen e tyre dhe ndoshta edhe mbylljen që mos munden të hapen edhe të nxjerrin pra aty kafshët asgjë. Më thoj pak, pse kafshët e ndjejnë, sidomos qentë ndjejnë nevojën për të kafshu? Është reagimi i njeriut këtu, luan rol? Tash, nuk mund të them se është vetëm se reagimi i njeriut, për shkak se
ka shumë raste ku njerëzit thënë nuk bana asgjë, vetëm hecësha në rrugën time dhe qeni erdhë të më kafshon dhe më kafshoj, më bëndi tam. Një sen që nuk kuptojmë është se kur formohen tufa dhe kanë ushqim që rregullisht mund ta marrin, po ashtu ato formojnë një territori. Edhe atë territori me çdo kusht e mbrojnë. Pa marrë parasysh a është prej ndonjë qenie tjetër apo prej ndonjë njeriu që ato mendojnë se është i rrezikshëm. Tash mundet me vërtet mos të keni bë asgjë dhe të keni qenë të kafshuar nga qeni, po qeni si ju ka parë ju nuk mundemi atë ta definojmë. Unë personalisht mendoj se nuk ka qenë që kafshon pa arsye. Ndoshta shumica nuk do të dakordohen me këtë, po besoj se kam mjaft eksperiencë për ta thënë këtë send. Sikur që kemi problemet e njerëzit, probleme psiqike, mund të ketë edhe të qenë, trauma është send shumë me rëndësi që i shtyn edhe qenë edhe njerëzit të reagojnë në mënyra që s'kan qef të reagojnë. Nuk i krahasojnë asnjë mënyrë, nuk janë të njëjtë, domethënë njerëzit edhe qenë, vetëm du të them se mundemi të gjejmë një farë afërsie në mënyrën e sjelljes. Trauma mund të jetë ndoshta edhe nëse qendi ka qenë me ndonjë pronare dhe është keq trajtu, besoj edhe ajo formë. Definitivisht. Tash kur jemi ma te pronarët, mund të vazhdojmë edhe ma tutje më thellë aty. Po, ka shumë pronarë që shkaktojnë trauma ndaj qenëve tyre. Unë kam për momentin 3 qenë, po kam edhe fëmijë, për ato që thuajnë se duhet të bëj fëmijë, kam edhe fëmijë, kam edhe burr, kam edhe 10 maca. Gjithë rehat mund të rinë. Po, gjitha e kam edhe gjithë jeni rahat, ju lutem. Njëri prej qenëve është i shpëtuar prej pronarëve tyre të parë, të cilët e kanë mbajt në si shpajs të mbyllur vitin e parë të jetës vetë, ashtu që ajo është shumë jo i socializuar. Edhe aty mund të shihet se sa probleme ka pas asaj. Po, përveç asaj, problemi më i madh që mendoj se kontribon po ashtu në tufat, përveç se ushqimit, është edhe se ka shumë braktisje të mëdha. Edhe pse ekziston ligjit e ne, ligji nuk zbatohet. Mendoj se ajo kontribon shumë një përqindje të madhe, për shkak se unë, si me organizatën time, deri tani kemi marrë, po thuaj se pak më pak se gjysma e qenëve dhe macave që i kemi shpëtu, mund të jenë me ndonjë rast të përzierë, që do me thënë se janë prej ndonjë kafshë që ka qenë i braktisur. Për ta sqaruar, pra kemi raste e tufave, përveç se që i kemi qenë që ndoshta edhe kanë qenë më herët, edhe njëri është veç shkaktar për shkak se i ka pas qenë në pronësi, le të themi kështu, është kujdes dhe më pas e ka braktis të njëjtin dhe pastaj janë shumë qenë të cilët nuk janë të sterilizuar. E tash, e vërtet është ajo, po kemi edhe njerëz që nuk e braktisin totalisht. Tash, ajo është një problematik ekstra, me të cilën miren unë me kështu raste, mu pëthuaj se barem 2 raste në çdo muaj, ku unë gjej qenë në rrugë, i cili është ratë specifike, e dërgoj në veterinar, e lexoj mikrochipin, po ajde hipotetikisht që nuk ka mikrochip. E postoj unë në rrjetet e mia sociale dhe gjendet pronari. Ajo kafshë nuk është as e sterilizuar as e kastruar. Në shumicën e rasteve, nëse është mashkull, ai shkon të gjenë kafshë të tjera të cilët janë të rrugës dhe të shumohet me ato. Pronari do në ta merë përsëri qenin prapa, edhe pse paraqes unë rastin në agjencionin e veterinarisë, nuk ka ndonjë efekt të madh, se ligji jonë nuk e parashikon që mund të dënohen shumë ato që i braktisin në këtë mënyrë, dhe qeni kthehet përsëri taj pronari, cili përsëri të nesërme në lëshon edhe bëhet një rreth i ndodhive. Pra cikli është i vazhdueshëm. Diçka e cila u diskutua është edhe momenti se si menaxhohet një situatë e tillë kur një qen kafshon ose gjendet një qen ndacak, kishte thuheshte që mund të mirret vetëm për 1 muaj, të sterilizohet, të kthehet sërish, po pse kthehet sërish në ambientet e njëjta, as mundet të ketë një zgjidhje më afatgjate, si qëndron situata reale? E tash, duhet diçka të dim, para se t'i hymë kësaj teme. Edhe ajo është se strehimorët e ndryshme, si shembull Laika, ka program të veçantë me të cilën funksionon, edhe nuk mundet të dalë jashtë atij programi. Edhe programi i Laikës, si shembulli të marr, është të kap, të sterilizon dhe ta kthen aty prej ku është i kapur kafsha, qeni në këtë rast.
Tash, e di se është pak rand për të kuptuar, po nuk mund jashtë asaj të del për shkak se han dënim. Lajka si institucion, Agencioni Veterinarisë i jep dënim nëse i mban ndonjë qen më shumë se 30 ditë. Për fat të keq ka ashtu raste të lajka ku mban qen më shumë se 30 ditë për shkak se ka qenë që të cilët thjesht nuk mund të lëshon në rrugë, nuk don ti vendon në gjumë që i kuptoj. Ashtu që ato paguajnë dënime, po nuk ka funksion ajo, nuk ka funksion të jeton qeni të jetën në strehimore. E kuptoj pse është ai revolt, se kthehen kafshët në rrugë, edhe unë nuk jam për të kthy kafshët në rrugë, realisht. Si shembull, unë kisha projekt në Tetov, të cilin në projekt ishin të kyçur 82 qen, më shumë ti prej tufave më të mëdha, ku i merrshim neve, i kapshim dhe nuk i lishonim më në rrugë. Ato qen gati se 82 për shkak se e di se një apo dy ngordhën për shkak komplikimeve shëndetësore. Të tjerët të gjithë u adoptuan ose u dërguan në rehabilitime në vende të ndryshme jashtë shtetit tonë. E tash, ajo kushton shumë edhe nuk funksionon nëse vetëm një organizatë e bën atë, ose një institucion. Në këtë rast, për të pas efekt kjo metodologji, duhet të ketë disa strehimore, disa vende të kenë të kyçura më shumë organizata, jo qeveritare, ku do të miren qenë me masë të madhe, me numër të madh nga rruga, do të mbahen, do të sterilizohen dhe do të adoptohen jashtë ose brenda vendit. Tash, e di se për rastin në Kumanov më shumë ti kishte në kohët e fundit kishte shumë ankesa. Nuk jam e sigurt se cila strehimore menaxhon atje situatën, po besoj se dhe ajo strehimore atje e ka të njëjtin program si Lajka, sikur që e kanë shumicat e strehimoreve në shtetin tonë. Nuk mendoj se ka tash për tash ndonjë strehimore e cila nuk është e ndonjë organizate jo qeveritare, të cilën e ka programin të ndryshëm përveç se kap, sterilizo dhe lësho. Për ta kuptu, përse Agjencia e Veterinarisë parashë aplikimin e vetëm këtij programi? Është për shkak të mungesës së hapësirave, kushteve, çka e bën pengesën për ta realizuar këtë që po e thua? Këtu nuk varet shumë edhe prej Agjencionit Veterinarisë, realisht. Këtu varet edhe prej kapaciteteve të cilët janë të mundshme. Për të pas efekt në popullatën e qenve e ndacak, mundet realisht të implementohet vetëm ky program, po nëse nuk implementohet në 70-80% të popullatës, atëherë nuk ka as shumë efekt. Tash të kthehemi nëse nuk e implementon këtë program dhe implementohet programi kap, sterilizo dhe adopto, atëherë shumica e kafshëve që janë ndacak, shumica e qenve do të mbesin pa sterilizu, pa kastru, derisa të adoptohen qenë të cilët janë kap, ajo mund të zgjatë shumë gjatë, edhe qenë të cilët janë veç se më në rrugë mund të shumohen në numra shumë më të mëdha se sa që janë tash. Pra është edhe një farë mase preventive përderisa nuk mund ta realizojmë këtë formën tjetër. Domethënë, realisht nevojitet një buxhet shumë i madh për të pas efekt ndonjë program tjetër. Me këtë buxhet që tani për momentin komunat menaxhojnë, mund ndonjë pak efekt të vogël të ketë vetëm kap, sterilizo dhe lësho. Realisht tash zgjidhje ka, çdo herë ka zgjidhje. Buxheti duhet, po duhet të kuptojmë se patjetër duhet edukim i popullatës, do të thënë, të kthehemi te ushqimet, si po ashtu adoptimi, është shumë sendi mirë, kemi shumë familje ndeso dhe kësaj dite që nuk besojnë se duhet të kenë kafshë në shtëpi. Mendoj se ndoshta nëse edukohen me studimet e ndryshme që ka prej botës, do të shohin se është shumë sendi mirë si psiqikisht, si është i treguar shkencërisht se në mënyrë shëndetin ta rregullon dhe të qetëson po ashtu. Të vazhdojmë prej edukimit, po ashtu duhet mbeturinat apo të mbyllen, duhet më shumë institucionet, më shumë strehimore të hapen, të cilët mund me numër më të mëdhej të kapin qenë dhe t'i mbajnë në vende. Nuk mundet kjo problematik të shqyrtohet vetëm në një qytet. Domethënë kjo duhet në tërë shtetin të jipet një vrull, të hapen
plot vende strehimore, edukimi masiv, po të kthehemi më me rëndësi ligji. Ligji të implementohet. Edhe pse, realisht, duhet të them se Agjencioni i Veterinarisë mundohet, sidomos një inspektore e re, që relativisht e re është ajo, Tanja e ka emrin, ajo është iniciatore e ligjit të ri që duhet të vjen në fuqi në shtetin tonë. Edhe me ligjin e ri parashikohet që shumë pronarë që i braktisin qend do të kenë dënime shumë të mëdha. Që besoj se ndoshta atëhere do të vetisohen edhe do të mendohen 2 herë para se të duan të japin pare për diçka që mundet të prevenohet. Mendoj se kombinimi gjitha këtyre, do të thënë ligjet që i përmenda, mos të kthehem tash strehimoret edhe krejt, do të kenë një efekt masiv. Se mund ta marrim si shembull Holandën, se të gjithë thujnë, ama qenë në Holandë, nuk ka qenë. Nuk ka qenë, po nuk është vetëm pse i kanë marrë, i kanë sterilizuar dhe kanë kthy. Po është për shkak se në Holandë ti nuk mundesh ta kapish qenin tënd, mos ta sterilizosh, mos ta mikroçiposh dhe ta lëshosh në rrugë. Nuk ndodh ajo, nuk mund të ndodh. Për shkak se nëse ndodh, do të gjejnë se kush je dhe do të hash dënim shumë të madh. Për ta sqaruar për momentin ligjin, si është për momentin ky ligji, sepse ne aq flasim për ligje tjera që kanë të bëjnë me shëndetësi, me tema ndoshta që janë pak më të mëdha dhe patjetër na tangojnë çdo ditë, po e harrojmë që ekziston edhe një ligj sa i përket kujdesit të qenve dhe kafshëve shtëpiake. Do të thënë, ligji është pak i gjatë, nuk do t'i hyjë detajisht. Baza e ligjit është se nëse braktiset ndonjë kafshë, dënimi duhet të jetë 500 euro. Duhet të jetë. Po nuk është. Deri tani, unë sa e mbaj mend, nuk i hyra të shoh a ka edhe momente tjera, po sa e mbaj mend, ka pas një rast ku është dënu një pronar me 500 euro për braktisje të qenit tyre, po të tjerët zakonisht miren në riedukim. Ashtu si një kurs është, i marrin në një kurs, ju japin ligjërata edhe kalojnë me ligjërata në përgjithësi. Po, me ligjin e ri nuk do të ketë ashtu sendi. Me ligjin e ri nuk do të ketë ashtu mundësie edhe mendoj se ndoshta atëherë do të ketë pak më shumë efekt, po duhet ta kemi parasysh se duhet të implementohet për të pas efekt, realisht. Po, normalisht, kur nuk ka implementim, kur qytetarët nuk e dinë që 500 euro është dënimi nëse e lëshojnë qendin, normalisht që do e bëjnë me shumë lehtësi. Po, edhe vetëm të them se me ligjin e ri parashikohet edhe shumë më shumë se 500 euro. Po, ke informacione se deri ku është procedura për ligjin e ri ose nuk e dinë? Unë isha në grupin punues, bashkë me organizatat të tjera që e diskutonim. Nuk jam e sigurt se deri ku është për momentin, po besoj se momentin që do të jetë në fuqi, do ta dim të gjithë. Diçka e cila vjen ngjitur me qendën dacak me kafshimet është edhe dëmshpërblimi që u bëhet qytetarëve nga komunat. Ma trego cili është qëndrimi jot edhe këndvështrimi jot në këtë drejtim? Unë mendoj se gabimi më i madh i çdo komune është që jep dëmshpërblim për ashtu raste. Nuk du të them se nuk duhet të kompenzohen qytetarët që kanë pësu lëndime, në rregull. Po, çka ndodhen me këtë është që në vend ato ai buxhet të shfrytëzohet në diçka më afatgjat. Ai shfrytëzohet për dëmshpërblime të njerëzit të cilët nuk di sa e dini, ama shumë prej njerëzve mund edhe mos t'jenë realisht të kafshuar prej qenve dhe përsëritëm kenë marrë dëmshpërblim. Dhe kjo kishte disa raste që u publikuan që ishin në këtë mënyrë të bëme. Pra, keqpërdorimi është shumë lehtësisht i realizueshëm. Po, edhe për fat të keq jetojmë në një shtet që unë mendoj se është mjaft i varfër dhe nëse njerëzit shohin se mund të bëhet pare lehtë dikundi, atëherë do të bëhet pare lehtë. Pra, vlerëson se më mirë është që ai buxhet të cilin komuna e shpenzon për t'i dëmshpërbly qytetarët është më mirë të harxhohet për t'i menaxhu këta qenë sesa për t'i dëmshpërbly. Shumë më mirë do të ishte për t'i menaxhu këto qenë. Për shkak se nuk janë edhe pare të vogla ato, realisht ka shumë qytete ende që nuk kanë asnjë strehimore, ende që nuk kanë asnjë program.
Mendoj, Shkupi si Shkup nuk mundet të varet vetëm prej Lajkës, jemi qytet mjaft i madh, a Lajka nuk ka kapacitet aq të madh. Në vend që të fokusohemi të japim dëmshpërblime, më mirë është ndoshta të fokusohemi ta zvogëlojmë numrin e qenëve, sesa t'ju japim dëmshpërblim njerëzve të cilët janë të këfshuar, ama t'i lejmë qenë të vazhdojnë në tufa sikur që janë të rinë aty. Cila është lëvizja e dëmshpërblimit që e marrin? Një minimum, maksimum ka? Nuk jam e sigurt, mos më merr për fjalë, e di se në një rast e di se e pash dikun 3.000 euro ishte cifra, po nuk jam e sigurt se sa sakt. Për fat të keq nuk besoj se ka edhe domethënie se sa pak ose shumë është shuma. Njerëzit, si që thash parës, kur bisedojmë, parja është e ëmbël, pa marrë parasysh si miret. Edhe mund të bëjnë edhe gjithçka për të arritur deri tek e njëjta. Momenti që ne nuk kemi strehimore në shumë qytete, siç po e cek atëherë nuk kuptohet që nuk kemi edhe ndonjë strategji e cila po funksionon si duhet për ta menaxhuar këtë problem. Strategji, po realisht tash me buxhetin që e kanë, edhe pse mund të jetë më i madh, me buxhetin që e kanë, strategjia është ajo: kap, sterilizo dhe lësho. Për të pas efekt, duhet të ketë më shumë edhe institucionet e involvohen, edhe organizata, edhe pare më e madhe. Tash, realisht të flasim, para se të vinë në këtë emision, hyna pak të bëj një hulumtim. Edhe të shoh parafërsisht se sa do duheshte për që po thuaj për në Shkup, për të rregullu problematikën që e ka Shkupi. Të thujmë se parafërsisht 5.000 deri në 10.000 qenja, të thujmë parafërsisht. Dikund me hulumtimin tim për të pas program kap, sterilizo dhe mbaj, adopto, derisa ta adoptohet të mbahen ato qenë, sa strehimore do duheshte, sa vende, mbrin suma deri në €500.000 vetëm për Shkupin. Pare të cilët janë shumë të mëdha, realisht nuk mundemi t'ja u lejojmë vetes atë luks, mund të thonë, për shkak se ka shumë familje ende që nuk kanë stres si duhet, nuk kanë të ardhura mujore si duhet, edhe kuptoj se nuk mundemi të investohet në qentin dhe cakat shumë. Po besoj se ndoshta me kohë do të mundemi të stabilizohemi edhe ne si popull dhe si shtet, edhe mandej të fokusohemi edhe të qentin dhe cak. Një çështje tjetër është edhe vetëdia për të adoptuar, sepse mendoj që kur dikujt i bëhet mendja për të marrë një qen, ka shumë gjasa që të shkojnë të marrin ato racat e pastërta, të bukura, nuk e di se si edhe karakterizohen, sesa ndoshta të shohin ndonjë qen i cili për një mund të ndihmohet. Derisa jemi të racat e bardha, të bukura, të vogla, po. Ato si Arusha. Po, ato si Arusha, po. Ato kafsh, ato qenë, janë një prej qenëve që unë personalisht asnjëherë nuk do t'i kisha mbajt, po për fat të keq me organizatën time, mund tash më kujtohet me një 15 deri tash që i kemi pas. Edhe vetëm 2 vitet e fundit. Shkaku i kësaj është se njerëzit shkojnë për dukje, nuk shkojnë për atë se çka ju përshtatet në familje. Edhe në dukje, kur e shoh një qen të bardhë dhe shumë i bukur dhe krejt, normal që dashurohesh, po nuk mendoj se edukimi duhet të bëhet edhe në këtë drejtim, për shkak se njerëzit të cilët kanë qef të adoptojnë, super, shumë mirë është, po mirë është të bëjnë një hulumtim para se të adoptojnë. Derisa jemi të qenë të bardhë, ato dihet se kanë shumë problematik me lëkurën, qenë të bardhë në përgjithësi, duhet me ushqime speciale të jenë, krejt ajo kushton. Mos flasim për faktin që duhet të dërgohen groomer. Groomer është njeriu i cili i qeth edhe i lan qend. Nuk më kujtohet tash në Shqipëri fjalë. Duhet të dërgohen çdo muaj për shkak se atyre nuk ju bin kimet, po ju rriten. Edhe po ashtu fakti që ato janë qenë të cilët lehin shumë. Non-stop. Bukur janë, të lezetshëm, po nuk ja vlen për shumë familje, si për shembull për mua e cila jetoj në banesë.
Mendoj se edukimi definitivisht do të bëhet kështu. Ka qenë për çdo njeri. Nuk do me thënë se nëse është i bardhë dhe i vogël, është i përshtatshëm. Mendoj se edhe qenë që janë të përzier, që janë të rrugës, kanë vend edhe ato. Varet në çfarë familje, po kanë vend edhe ato. Unë jashtë shtetit, gati se ta shofrohem në numrin 2000. Gati se 2000 kam adoptuar jashtë shtetit, organizata ime ka adoptuar jashtë shtetit. Më shumti në Angli. Besom se për çdo qenë gjendet zgjidhje, për çdo qenë. Atje jashtë shtetit ton, disi mentaliteti është më ndryshe, kanë qef të ndihmojnë, kanë qef të janë më empatik në atë drejtim. Te ne mungon ajo, shumë mungon. E shoh edhe te gjeneratat më të vogla ende mungon. Kur e ka nevojë një fëmijë t'i bën dam, do një kafshës të vogël jashtë, ajo është shumë çrregullim i keq, është shumë problematik. Në fakt, unë kam raste personale ku di që fëmijët kanë tentu t'i dëmtojnë kafshët edhe këtu lind pas e problemi se ata fëmijë bëhen edhe të rritur. Kështu që forca më pas edhe shtohet. Po, kur bisedon me njerëzit, sepse kur ti bisedon me njerëzit, zakonisht temë kryesore besoj është edhe për kujdesi për qend. A janë të disponueshëm për të adoptuar edhe për të kujdes sidomos për qend që kanë nevojë pak më shumë për kujdese, që ndoshta kanë trauma, kanë nevoja më specifike? Për fat të keq, shumë pak ka ashtu njerëz në shtetin tonë, të cilët mund të kujdesen për kafsh me nevoja të posaçme. Ka plot kafsh, mendoj, një numër i mirë që e kam dërguar jashtë shtetit, që janë me nevoja të posaçme, që jetojnë në një jetë fantazi fenomenale, po këtu shumica e njerëzve nuk kanë kuptuar se pse unë i shpëtoj ato kafsh. Si shembull në shtëpi, një prej macave është me kuris të thyrë. Dhe kur hec çuditshëm, normal, nuk hec si duhet. Një macë është e cila është e verbër, nuk ka sy. Tjetra macë është shurë dhe nuk dëgjon hiq. Do të thënë, ato ka plot ashtu maca shumë, edhe qenë, numër i madh. Po njerëz këtu janë shumë pak që kishin dashur të ndihmojnë atyre kafshëve. Kam pas raste ku më janë lembru, ka pas raste edhe ku më janë lembru prej shoqënisë time që kanë dashur të adoptojnë ndonjë qen apo mac, po zakonisht ato që më lembruan mendojnë se unë mundem t'ju ofroj ndonjë racë specifike. Dhe përgjigjja ime në shumicën rasteve është se nëse don racë specifike, atëherë mund ta paguash, ta marrish me dijeni që ajo racë do të kërkon shumë më shumë se sa ato që janë të përzier dhe janë të shpëtuar nga rruga e para, dhe e dyta, investim shumë i madh do jetë dhe duhet të jeni të përgatitur. Dhe këto gjana shpeshher edhe i harrojmë, mirë po edhe të flasim pak edhe për adoptimin si vetë fenomen, sepse e kemi edhe adoptimin e fëmijëve nga një anë, edhe aty shohim le të themi probleme, mirë po kur i çon jashtë shtetit, cila është procedura, ose cila është procedura edhe për të adoptuar nëse unë du të adoptoj? Si e përcakton se cilin qen duhet ta marrish nga rruga dhe t'ja ndihmosh? E tash, besoj se ende ka njerëz në shtetin tonë që pasi që ta tregoj përgjigjen e kësaj pyetjes do të më gjykojnë në një farë mënyre, po organizata ime nuk jep kafsh vetëm për shkak se dikush e kërkon atë kafsh dhe don ta adopton. Ka procedurë e cila është edhe në webfaqen tonë. Procedura është që duhet të aplikoni, një herë aplikohet me formular. Plotësoni formularin, ajo dërgohet te bordi i cili e shikon dhe vendos se kafsha për të cilën jeni të interesuar a është e përshtatshme apo jo. Pas asaj, ky është momenti i cili shumë njerëzve prej këtu ndoshta s'do t'ju kishte pëlqyer, është se unë patjetër e kam ta kontrolloj se ku jetoni dhe me çfarë kushte. Nuk është vetëm zgjidhje unë t'ju jap kafsha, mos keni kushte për vete të jetoni, nuk është zgjidhje unë ta jap atë kafshë që të jeti lidhur në obor dhe që aty të rinë ta njëtën. Ashtu që edhe në jashtë, ku i adoptoj, po, kemi plot volonter, sidomos prej Anglisë, të cilët shkojnë në shtëpiat e njerëzve të cilët dojnë të adoptojnë dhe kontrollojnë se si jetojnë, ku jetojnë. Kemi dhe intervistë pas asaj, kjo është intervistë veçantë, me njeriun i cili do të adopton, kontratë nënshkruhet,
dhe në fund, po ashtu, mikroqipi bartet të pronari. Me atë që me dijenin se nëse ndodhë diçka, braktiset ajo kafsh, si pas mikroqipit do të gjindet kush është pronari, si pas kontratës, po ashtu do të mos shkoj tash në të keqe, do të paditem jama, nuk du të hyj në atë rrugë. Mendoj realisht, të jem realt, mendoj se në shtetin ton kemi problematika më të mëdha se sa adoptimin e kafshëve, po duhet të vedisohemi se është send shumë i mirë, është një send që mundet edhe të na zgjat jetën, të na gëzon më shumë, po mendoj se nuk jemi ende në atë pikë ku njerëzit do të jenë aq të hapur sa të duan të adoptojnë për shkak se dalin jashtë shtëpisë dhe për njerë shohin tufa të mëdha të qenve dhe të mgjell frikë. Normal që nuk do të dush të kesh një qen në shtëpi. Mendoj se ndoshta më shumë duhet të fokusohemi për ta rregulluar problematikën pak, për të vedisuar se hudhja e ushqimit e kafshët e ndacak nuk është zgjidhje, nëse nuk ndërmerr ai person që e ka hudhur ushqimin, nëse nuk ndërmerr diçka ekstra, nuk bën asnjëse përveç dëm. Dhe pas asaj, mbasi që t'i rregullojmë disa problematike që i kemi, mundemi të fokusohemi më shumë në adoptime. Në fakt, deri tash diskutuam edhe se si vjen deri te kjo situatë, ushqimi, tufat, ushqimi që sjell tufa në fakt, e gjitha kjo e përbën atë problemin masiv të cilin e kemi mirë, po të kthehemi pak tek ata pronarë të cilët nuk e marrin qenin vetëm për vete dhe nuk e sterilizojnë, po pastaj shumojnë, shesin. Do të thënë ka plot njerëz të cilët bëjmë pare për asaj, të cilët shumojnë edhe qenë edhe maca, edhe i shesin më tutje, edhe ashtu në një farë lloj mënyre, në mënyrën e tyre kontribuojnë në problematikën e qenëve ndacak. Problemi më i madh tek këto posaçërisht është për shkak se nuk ka ligj i cili i ka për momentin edhe ju thot ju nuk guxoni të shitni kështu. Nuk ka ligj i cili thot se çdo shitje do të paguhet ndonjë taks, ndonjë pjesë do t'i shkon shtetit, se atëherë do t'ishte pak më e kontrolluar. Dhe nuk ka ligj i cili ju tregon se kur munden ta japin atë kafsh prej kur lindën, në cilën periudhë. Kam plot raste, një prej rasteve është një macë që shpëtova e cila ishte Scottish Fold e ka një raca. Janë shumë të shtrenjtë, dikund mund të them se prej 300 deri në 600 euro blehet ajo macë. E kishin shit një familje se cila nuk ka pas macë përpara, po maca ishte vetëm 30 e diçka ditë e vjetër. Që është realisht bebe e cila duhet të rinë me nanën. Maca nuk kishte hangër 24 orë, nuk di si erdhe në kontakt me mua, më thirrën, shkova e mora, edhe shumë gjatë, dikun di 2 javë, çdo 2 orë ushqesha, shkojsha në veterinar, çdo 2 orë do të thënë edhe ditën, edhe natën, çohesha, për ta ushqyer se ashtu është kur ke bebe kafsh. Më në fund shpëtoj, po kishte problematika më tutje për shkak fillimit traumatik. Sidoqoftë, nuk është i vetmi rast. Dhe më vjen keq, po shumë njerëz që kanë qejf të kenë ndonjë kafsh, bëjnë kështu gabime ku blejnë dhe i marrin shumë herët dhe pastaj nuk dinë se ç'të bëjnë me atë kafsh. Për atë shkak duhet hulumtime më të mëdha. Realisht, për këto që shumojnë kafsh pa kontroll edhe pa vetëm për shkak parave i japin edhe më herët, mendoj se përsëri, si thash, me ligjin e ri parashikohet që edhe ato të jenë në atë ligj, që do të thonë se nuk do të mundesh çdo kush të shumon kafshë dhe t'i shet, po tash për tash mendoj se ndoshta edhe neve njerëzit duhet të vëdisojmë dhe mos blejmë prej atyre njerëzve. Të jem e qartë, shumica, sidomos në Maqedoni, kur shesin kafsh, rac nuk japin pedigre, po japin vetëm pasosh. Pasoshi nuk është vërtetim që kafsha është e asaj race. Kjo është për çdo njeri që mendon të blenë. Pasoshin mundet të nxjerrën çdo veterinar në Maqedoni. Vetëm pedigreja mund të tregon se a është e asaj race apo nuk është. Unë nuk jam për kafshë të racave të veçanta, për shkak se përsëri mendoj se ka problematik mjaft të madhe, jo vetëm në këtë shtet, po në shumë shtete tjera,
të kafshëve të cilat janë ndacak dhe kanë nevojë për shtëpi, po për ato që blejnë, mendoj se nuk është në rregull të hedhin pare çdo kund. Do i rikthehemi sepse dal nga dal po shkojmë drejt fundit për t'ju rikthyer problematikës edhe një herë, çfarë duhet të bëjnë njerëzit që kafshohen nga kafshët, se ndoshta ndonjëherë prej irritimit edhe refleksit mund edhe të tentojnë ta dëmtojnë edhe kafshën, cili duhet jetë veprimi i parë i njerëzve. Është lehtë për mu të them, përderisa jam e ulur këtu, që nuk duhet të panikohet. Është shumë lehtë. E kuptoj se panika është sendi i parë që vjen në mend. Po, për ato që mendojnë se nuk kam qenë unë asnjëherë kafshuar nga në një qen, po edhe mac, po kam qenë e kafshuar. Disa herë. Nuk është një mirë normal, është një panik që ngritet brenda teje. Po, për fat të keq, nëse flasim konkretisht për tufat, nëse je i sulmuar nga ndonjë tufë, mas pari, është shumë keq që do ta them këtë, po mas pari, shif një herë kur hecish, a ka tufa të qeme. Nëse ka dhe nëse fokusohen shumë tek ti, sugjeroj që të kthehesh mbas prej nga ke ardhur dhe të gjesh ndonjë rrugë tjetër. Është shumë keq që e them. Nuk duhet të jetojmë në ashtu vendi ku duhet ta ndrojmë rrugën për shkak se frigohemi se do të jemi të sulmuar nga qen. Nuk duhet të jetojmë. Po për fat të keq jetojmë dhe duhet të ballafaqohemi me realitetin. Nëse mëse vetëm të ka kafshuar ndonjë qen, më smirti është të jesh i qetë dhe të mos piskojsh, për shkak se sa më shumë që piskojsh, aq më shumë ai qen do të mendon se është në rrezik dhe do të vazhdon të sulmon, dhe nëse ka tufë, do të mundohen edhe tufa e tërë të sulmon. Tash, e kuptoj se shumë nuk do të dakordohen me këtë, po ajo është realiteti. Besoj se në fakt shpresoj se nuk do të kemi kafshime më atje dhe shpresoj se do të jemi më të kujdesshëm derisa të gjendet ndonjë zgjidhje. Po realisht për në fund mund të them se nuk ka ndonjë metodë të saktë që do të funksionon 100% që mos kafshohesh nga ndonjë qen ndacak. Është individuale, është varet prej qenit, varet prej situatës, varet prej lokacionit. Ashtu që nuk mundem atë realisht ta them. Po themi që shpëtuam nga momenti, u kafshuam, po gjithsesi nuk kemi ndonjë dëm të madh, shkohet në mjek. Kemi rrezik për shëndetin ton, duhet të bëjmë panik sa i përket shëndetit ton? Përderisa jemi të vetëdijshëm se duhet të shkojmë në mjek, edhe mjeku të na shef, dhe mjeku të na jep mandej vakcina, jipet edhe pse nuk kemi neve tërbim. Nuk ka pas raste tërbimi në shtetin ton me vite shumë të tëra të mëdha. Përsëri kur shkohet në mjek, mjeku do don të jep vakcinë për tërbim, ajo është një proces, një procedurë. A duhet ta marrin? Çdo njeri që është i kafshuar duhet ta merr. Dhe po ashtu vakcina nga tetanusi. Ajo është patjetër, sidomos mirë, njerëzit edhe të cilët punojnë me vegla, se ne e kanë VCM, po për njerëz të rëndomt, po ashtu duhet të mirret edhe ajo vakcinë. Në mjek mandej e trajtojnë kafshatën, po zakonisht e di se edhe në disa vende thuajnë se nëse mund ta kapish qenin të cilin të ka kafshuar, ato munden pastaj në fakultet ta testojnë, ta shohin nëse nuk duhet të marrish vakcinë për tërbimit, mos marrish, është procedurë. Në përgjithësi, nëse kafshohesh, duhet të shkosh në mjek, duhet ta paraqesish çdo kund, mos shko në shtëpi, mos e mbaj për vete. Dhe shpresoj se askush mos jetë i kafshuar, sidomos jo fëmijë dhe më të vjetër, se ato janë më vjen më shumë më rënd për ato. Po edhe definitivisht hynë në kategoritë më të rrezikshme, më të rrezikuara. Unë të falenderoj fillimisht për kohën që erdhe në këtë emision, edhe realisht shpresoj që ky plani për cilin ti mos e realizon të mundet të mbrim në një situatë ku tërë shteti e realizon të njëjtin, edhe të mos kemi qenë ndacak. Faleminderit që më ftuat. Ne me këtu mbyllim edhe këtë emision, pra siç e diskutuam, nëse kafshohemi direkt, shkojmë në mjek, mos e tentojmë ta marrim situatën në duart tona, po edhe duhet neve të kontribuojmë që mos të krijojmë tufa të qenëve ndacak. Ne me kaq mbyllim emisionin për ditën e sotme, unë një takim nesër.